Flasim tani për një tjetër argument për cilësinë e ujrave Larës në vendin tonë, bashkohet në një lidhje të drejtë për drejtë biologu Olsi Nika. Përshëndetje, faleminderit zoti Nika. Përshëndetje, faleminderit ftesën. Së pari doa ta filloj nga aktualiteti, sepse protesta e nisur nga Zvërneci ka arritur në ditën e 52. Çfarë po ndodh sot në Zvërnec dhe si paraqitet situata me cilësinë e ujrave në këtë zonë? Shiko, Zvërneci paktën plazhi, paraqitet në gjendje të mirë, dhe kjo edhe sepse zona vazhdon të jetë zonë e mbrojtur, pra nuk është se ka një akses shumë të gjerë të njerëzve të turistëve, ka patjetër pushues që vizitojnë e frekuentojnë zonën, por nuk është në të paktën jo në atë që kërkohet që të zhvillohet, pra jo të ketë aty qytete të tjera të reja nga e para. Megjithatë, zona është shumë sensitive, sigurisht. Patjetër që do duhet të ketë kujdes në çdo lloj ndërhyrje, sigurisht jo për këto planet e rezorteve, sepse ato e transformojnë në mënyrë të përhershme dhe në mënyrë rrënjësore, po themi zonën nga një zonë që paraqet vlerat peizazhit natyror në një zonë zhvillimore me praktikisht shpërndarje në një zonë urbane, dhe patjetër që efekti edhe në ujrat Larës, pra edhe në zonën e Bregdetit do të shihet nëse kjo do të ndodh, uroj që të mos ndodh, kjo do të shihet pastaj ashtu siç shihet në plazhet e tjera në zonën e Durrësit, të Golemit, që përpara se sa të zhvilloheshin ndërtimet masive intensive, aty patjetër që ajo ka qenë një zonë me një cilësi të lartë të ujrave Larës. Në fakt, Shqipëria renditet e fundit në Evropë për cilësinë e ujrave Larës. Si paraqitet, po themi, situata në tërësi në të gjithë Republikën dhe cilat janë pikat më të nxehta, pra zonat më të ndotura? Ky nuk është më një lajm, me thënë drejtën, sepse po të shikoni raportet që prodhon Agjencia Evropiane e Mjedisit për ujrat Larës, ka një trend përkeqësues të paktën në 5 vitet e fundit. Nëse në vitin 2021 ujrat Larës paraqiteshin në klasën ekselente apo shumë të mirë deri në nivelin V60, gati 70%, kjo ka rënë në 16.8% në raportin e fundit fare të vitit 2025. Ka një trend rënës nga 2021 e këtej, dhe kjo patjetër është një reflektim i gjithë atij presioni që ne nuk e shohim të dukshëm, po themi, në ujra, për aq kohë sa nuk bëhet monitorime, por presioni është i dukshëm, sidomos ka ndërtimet masive që janë zhvilluar përgjatë Bregdetit. Patjetër që ka pika të nxehta të cilat janë edhe trashëgimi e së kaluarës, kujtohet Puzdonën dhe Porto Romano së Durrësit, por edhe pika të tjera që janë shtuar, po themi, nivelit lartë ndotjes në këto 35 vite të tranzicionit politik. Pra plazhet rreth Durrësit, plazhi Golemit, paraqitet me një cilësi jo të mirë, po themi, të ujrave. A është kjo një situatë ndikuar edhe nga ndërhyrjet që po bëhen në Bregdet me ndërtimet e shumta? Pikërisht, unë sa po shpjegova, është patjetër ajo çfarë ne shohim të ndërtuar në tokë reflektohet në cilësinë e ujrave në det, por është edhe keq menaxhimi edhe i ujrave të brendshëm, pra ka kujtoj këtu lumenj, pra ndotja transferohet shpeshherë nga lumenjt drejt detit dhe përgjithsisht deltat e ato që janë pranë lumenjve kanë edhe një nivel pak më të lartë të ndotjes. Ka përjashtime patjetër, siç mund të jetë rasti i deltës së Vjosës, që ende është në cilësi të mirë, por ka edhe raste ekstreme, siç është pellgu i Ishmit, që është edhe nga harta që ju po e tregoni, duket aty që është me pikë të kuqe, pra është në një cilësi e keqe e ujit. Dhe janë të dyja faktorët. E para është transferimi i ndotjes nga lumenjt në det, edhe tjetra është ndërtimi pa kriter, po themi, përgjatë Bregdetit, dhe sigurisht kjo lidhet pastaj edhe me mënyrat efektive të menaxhimit të ujrave të përdorur, pra duhet të funksionojnë impjantet e trajtimit të ujrave të përdorur në mënyrë që kjo ndotje të mos reflektohet në deltat e lumenjve dhe në det. Pra e thënë ndryshe, ndotja e pelgut të Ishmit nuk është vetëm e zonës aty, se çfarë është ndërtuar aty rreth e rrotull, po vjen ndotja që nga Tirana, Durrësi dhe transferohet pastaj në Bregdet. E qartë,
Një nga pikat ju e përmendët në fakt kritike është edhe shkarkimi ujrave të përdorur, ujrat e zeza ndër të tjera nën kuptoni. Çfarë duhet bërë që të arrihet standardi evropian? Pra, ndoshta ndryshimi kolektorëve ose mënyra se si duhen shkarkuar, cila është zgjidhja më e mirë? Kjo është një sfidë e jashtëzakonshme, sepse është një sfidë për aq kohë sa gjithçka lidhet me planifikimin urban. Pra nëse nuk futen të gjitha njësitë që prodhojnë ujra të përdorur brenda një rrjeti i cili më tej i merr dhe i çon drejt impianteve të trajtimit të ujrave të përdorur, kjo ka për të qenë një sfidë. Megjithatë ne jemi ende në mosvënie në funksion të impianteve të ujrave të përdorur. Tirana, që është edhe kryeqyteti i Shqipërisë, ende nuk e ka funksional impiantin e ujrave të përdorur. Durrësi që e ka funksional prapë nuk i përmbledh. Pra nuk futen të gjitha njësitë në rrjet, ka ende problematika të njësive të caktuara, për zonave të caktuara, të cilat nuk arrin që të grumbullohen të gjitha dhe më pas të trajtohen. Dhe po kështu ka edhe qytetet e tjera, ka qytete që funksionojnë mirë, rasti Pogradesit për shembull është një, sepse ujrat larës janë dhe ujrat e brendshëm, ujrat e liqeneve, ujrat e lumeve, nuk janë vetëm zona e Bregdetit. Pogradeci është një model i mirë funksionimi, përgjithsisht është i mirë, ka edhe modele të tjera, për shembull, po ju përmend të Tiranën, që është vite dritë e larg standardeve shqiptare, jo më atyre evropiane. Megjithatë, standardizimi është kryer në kuptimin formal në letër, edhe përgjegjësia i ka kaluar që me reformën e fundit territoriale dhe administrative bashkive, pra bashkitë janë ato që duhet i trajtojmë ujrat e përdorur në për impiante të standardizuara dhe trajtimit të ujrave, pra se t'i shkarkojnë në trupat ujor që janë edhe ato trupat ujor larës, si mund të jetë një lum, një liqen apo edhe deti. Po mbetjet, si ndikojnë në këtë situatë? Sa përgjegjësi kanë, nëse mund të themi kështu? Patjetër, edhe me mbetjet është pjesa e dukshme që ne shohim, kur vjen punat e mbetjet, sidomos plastike, pra nga mbetjet urbane. Dhe ne jemi dëshmitar nëse shkoni në secilin lum në Shqipëri sot, sidomos pas përmbytjeve, ju do ta shikoni që është i ndotur në mënyrë të qëndësishme, në mënyrë të rëndë, shpeshherë pikërisht nga këto mbetjet. Por ajo çfarë ne nuk shohim është ajo çfarë transferohet në ujë dhe është përgjithsisht elemente të mikroplastikës, të cilat janë absolutisht shumë të rrezikshme, sepse transferohen pastaj nëpërmjet rrjetave të ushqimit dhe mund vinë edhe në tryezat tona apo edhe në trupin ton dhe ndikojnë drejt për drejt në shëndetin e njeriut. Pra, ajo makroplastika, e bidoni, ajo qesja që ne shikojmë në lum, në fakt, edhe pse rri aty për një kohë të gjatë, ka fillon të shpërbëhet, po themi, nga agjendet atmosferik. Dhe pikërisht këto shpërbërje, këto mikrogrinca të vogla janë ato që ne nuk i shohim me sy të lirë, por që pluskojnë në ujë dhe pastaj fillojnë të gëlltiten fillimisht nga filtratorët, nga molusjet që jetojnë në trupat ujore dhe mandej pastaj përmes zinxhirit ushqimor mund të vinë deri tek tryezat tona. Këto janë gjithashtu alarmante, por Shqipëria në këtë drejtim ka pak të dhëna, sepse edhe ato të dhëna që vinë për ndotjen mikroplastike vinë nga projektet sporadike të caktuar, por nuk është se ka një sistem të mirëfillt të monitorimit të mikroplastikës në trupat ujore, cila është në vetvete një problem. Ndërkohë, bara për të eliminuar, po themi këtë problematikë sa i takon mbetjeve, kryesisht u vjet edhe bizneseve. Çfarë duhet të ndryshojë në këtë drejtim? Unë kam ndjekur me thënë të drejtën me shumë vëmendje, po edhe me shqetësim edhe këtë nismën e ndërmarrë nga qeveria që i detyron bizneset të caktuara të ndërmarrin në mënyrë private, individuale dhe të detyrueshme të ndërtojnë impiante të trajtimit të ujrave të përdorur. Për metimin tim kjo nuk funksionon kështu, sepse e para gjë nuk mund ta detyrosh biznesin që të ketë edhe impiant individual, pra ajo sa është i lidhur në rrjet dhe paguan taksa dhe tarifa në bazë të ligjit kundrejt operatorëve që japin të shërbim, pra ndërmarrjeve të ujësjelljes dhe kanalizimeve që janë të lidhura me bashkitë. Dhe e dyta, krijohet edhe vetë impianti i trajtimit në vetvete është në një farë mënyrë prodhon, gjeneron ndotje. Sepse gjithë uji pa trajtuar që do të trajtohet, në fund do të krijojë mbetje, do të krijojë humra, dhe këto pastaj ku do të depozitohen, si do të zgjesohen, pra nga një
impjant qendror që i grumullon të gjitha dhe në vetvete përbën një pikë ndotje më vete, por të kontrolluar, kjo nisme fundit e qeverisë në fakt e shpërndan ndotjen në një mënyrë difuze, në një mënyrë të pakontrolluar dhe pastaj do të krijojë edhe shumë vështirësi në monitorimin se sa do të zbatohen standardet, si do të mirëmbahen impjantet e tjerë. Pra unë e shoh këtë një nismë më shumë për të bërë efektin e shout se sa për të zgjidhur problemin e vërtet. Problemi i vërtet është i vështirë për të zgjidhur dhe kjo duhet pranuar, për aq kohë sa këtu ende niveli i informalitetit në ndërtime është shumë i lartë, që do të thotë se është e vështirë për të kontrolluar të gjitha njësitë e ndërtuara që fusin ujë të papërdorur, po themi, në sistem dhe nxjerrin ura të patrajtuara jashtë sistemit, do duhet të lidhen në të njëjtin sistem. E qartë, faleminderit zotin Ika që ishit me ne. Faleminderit ju për ftesën.